Unë për shembull jam shumë pro mbështetjes së kompanive shqiptare. Unë përpiqem gjithmonë të blej shqip, kur I thonë. Nëse dua të blej diçka, blej më mirë te kjo gjëja që është e prodhuar nga ne. Sepse dua të suportoj këtë biznesin shqiptar. E shikoj gjithmonë këtë gjë, nuk e di, ndoshta është menduri, po unë e bëj. Ta kuptoj krejt. Unë për shembull për pjesën e biznesit lokal, unë ofertën e paguaj gjithmonë Shkodër. Telefonit, suporton atë. Desha të pyes diçka. Më the që për punë buxhetit për shemb, vjen një kompani më e madhe, fut një buxhet më të madh atje. Po nëse një biznes I vogël nuk ka një buxhet të madh për marketing. A mundet me ecë para? Po, mundet. Ke shembuj aktualisht paktën me rrjetet sociale, ke shembuj të bizneseve të vogla që kanë përparuar shumë vetëm nga rrjetet sociale. Edhe me buxhete shumë minimaliste, që shpesh herë janë futur dhe vetë pronarët e atyre kompanive janë futur prezent nëpër video dhe kanë pasur rezultat. Edhe pse jo? Pra edhe me gjëra të vogla mund të bësh gjëra shumë të bukura. Por normalisht duhet të segmentojmë atë kompani që ne po flasim. Pra është ndryshe kur flet këtu dhe është ndryshe kur flet këtu. Se kur flet për kompani të mëdha, ti për post është ajo prestigji që të them